Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si bëj ruajtjen e fletave të rrushit që gjatë zildimrit t'i përdori si të freskëta për përgatitjen e sarmave. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, kam bërë mbledhjen e fletave të rrushit. Tash në muajin maj dhe qershor bëhet mbledhja e tyre dhe ruajtja për dimër për përgatitur sarma. Unë do i përgatis në mënyrë kështu të thjeshtë që do i ruaj në kavanos që mos ta humbin shijen që kanë. Mund ta bëni ruajtjen dhe në ngrirje, mirë po nuk do i jetë ajo shija sikur se të jenë të freskëta. Kam bërë mbledhjen e tyre, i vërejni dhe vetë se janë fletat e njuma. I vetëm ju largojmë bishtat po thuaj gjeri në pjesën e fundit, por munduhem që të ngele gjethi i rrash dhe i kalojmë në një enë, kështu, sepse duhet që të bëjmë larjen me ujë të bollshëm. Këtë mënyrë sigurohu që mos të kenë asgjë ndonjë insekt apo nëse do kush i bën me pesticide, i largohen të gjitha. Në këtë mënyrë vazhdojnë atutje duke ja larguar gjithë bishtat fletave. Përgatitja janë shumë e thjeshtë, nuk ju merr shumë kohë për përgatitje. Dhe gjatë gjithë dimrit do i shfrytëzoni. Nëpër markete ka një kosto të lartë dhe nuk do janë ashtu sikurse që i keni të kopshtit tuaj. Pra do janë të mbledhura në muaj të ndryshme, muajin shtator, muajin korrik, gosh, nuk do jenë të njoma dhe sarmët nuk do ju dalin ashtu siç duhet. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë. Fletat e rrushit, pasi kam vendosur të gjitha në tepsin, kam bërë palosje njërën mbi tjetrën, marr një tenxhere mbushi me ujë, vendosi në zjarr dhe ja shtoj 2 luggjelle me krep, e përzi kështu, ujin që tretët kripa dhe lojmë që të vlojë mosa. Uji në tenxhere ka fillu që të vloj, tash e largojna nga zjarri që t'ju hedhën sipër fletave të rrushit. Kam bërë larjen e gjithë fletave të rrushit me ujë të bollshëm, i kam shpërlar për 4-5 herë. Tash marr një tepsi të madhe dhe i rendes kështu në tepsi me në truqa, dikun nga 20-30 fletë, i palosi njërën mbi tjetrën. Kështu për hapi në tepsi, i palosi mirë, kështu, më mirë është tepsinja tjetë e madhe, do keni hapësirë që të punoni më lehtë. Kështu në këtë mënyrë i rendisim gjithë fletat e lara. Janë larë shumë mirë. Kalojmë ujin kështu valë të nxehtë tek gjethet. Munduhem gjitha t'i bëj me ujë kështu, që të zbuten mirë.
dhe i lojmë kështu në tepsi tek uji i voli nxehtë fletat e rrushit derisa të bëhet vtopja e ujit, njëkohësisht ato të zbuten. Fletat e rrushit janë zbutur mirë dhe janë ftohur, ja kam largu ujin tash, do i kaloj nëpër kavanosa. Kavanosat i kam larë mirë, i kam sterilizu në furrë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta. Tash marr kështu, nuk ka problem se kanë ngelur pak dikon në gjyrë kështu të gjelbërt, nuk janë zbutur mirë, po përsëri kur t'i fusim në kavanos do janë të zbutura. Marrim kështu pjesë dhe i kalojmë në kavanosa. Kavanosat 720 ml që janë shumë të përshtatshme, kështu për t'i vendosur, marrim dhe bëjmë në formë të rollës, i rrokollisim dikon nga 10-15 copë dhe i vendosim nëpër kavanosa. Kavanosat i lojmë kështu në formë të pjerrët kur t'i vendosim, më lehtë do e kemi, veprojmë këtë mënyrë, më lehtë bëhet mbushja, marrim përsëri dhe bëjmë rrokollisje. Në mënyrë të njëjtë veprojmë me të gjitha kështu. Vërini dhe vetë se në formë të pjerrët më lehtë bëhet mbushja. Marrim, shumë lehtë, i keni të rradhitura, merrni kështu truqa nga 10-15 copë dhe i kaloni nëpër kavanose, i rrokollisni. Kam mbushur kështu me fletat e rrushit, kavanosët, na kam mbetur kjo pjesa e sipërme zbrazët. Tash marrim fleta kështu dhe i bëjmë në formë të një katrore palosje dhe i vendosim në grykën e secilit kavanos kështu. Mbushim pothuaj deri në gryk, vetëm pak lojmë hapësirë kështu. Në këtë mënyrë vendosim tek të gjitha, lojmë hapësirë, ka ta kalojmë ujin dhe ta mbyllim me kapak kavanosin. Tash te gryka se cilit kavanos shtoj një lugë gjelle të mbushur plot me krip. Dhe nga një lugë të mesme me sheqer. Sheqeri ndihmon në konservim që të mbyllen mirë hermetikisht dhe ndihmon që mos të prishen, të qëndrojnë deri në 2 vite. Dhe tash kavanosave ju hedhi ujë vol të nxehtë
Pra, gjeri në gry ki mbushi. Kështu në këtë mënyrë veproj me të gjithë kavanosat. Shtoni përsëri ujë gjeri sa mos të ketë fluska, pra në atë mënyrë do sigurohemi që do ketë ujë mjaftueshëm. Shtojmë përsëri tek kavanosat gjerë dhe i presim kështu për 2-3 minuta gjeri sa të ndalen fluskat. Kam mbushur kavanosat pothuajse mirë, nuk ka fluska. Tash i bëjmë mbylljen me kapak. Kapakët patjetër duhet jenë të ri. 3 herë sjellim kapakun nga ana kontër dhe 1 herë nga ana nga përputhën vizat. Marrim kështu një pecetë kuzhina dhe me shumë kujdes bëjmë mbylljen. Kujdes që mos të digjemi. I mbyllim fort e fort. Në mënyrën e njëjtë i mbyllim gjithë kavanosat. Kam mbyllur mirë kavanosat, tash i morim dhe i kthejmë kështu me kokët e poshtme, por në fillim do i tundim kështu pak që të përhapet kripa në përgjithë lëngun, kripa dhe sheqeri. Në mënyrën e njëjtë bëj të gjitha kështu. Dhe kavanosin e tretë. Dhe do i lë të qëndrojnë kështu me kokët e poshtë për 24 orë. Pas 24 orëve kavanosat kthejnë në gjendje normale kështu. I vendosim në frigorifer direkt apo në podrum tek flladhi. Dhe në këtë mënyrë nëse nuk i hapim, i ruajmë në vende të freskëta, mund të rnojnë gjeri në 2 vite. Kjo është mënyra motra dashura se si bëj ruajtjen e fletave të rrushit apo gjedhëve të rrushit për që gjatë gjithë dimrit të shfrytëzoj si të freskëta për përgatitjen e sarmëve. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.